Pas largimit nga Shqipëria të tenorit Agim Hushi, reagon Hueda El Sayed. Vendimi i tenorit Agim Hushi për të larguar nga Shqipëria bëri goxha jeho në media. Aty ai kishte hedhur gjithë zhgënjimin dhe akuzat për një kast politike që sipas tij e ka lënë vendin varfërisht Smiran. Por ky vendim i tij ka ngacmuar dhe showgirlin Hueda El Sayed, e cila nëpërmjet një statusi të plot ka dhënë mendimin e saj. Nuk mungojnë notat ironike dhe rezervat ndaj vendimit të tenorit, i cili sipas saj është i nxituar. Nuk është një pasaport jo shqiptare që të bën ty më të mirë se adhetarët e tu, ata që kanë vendosur të jetojnë në Shqipëri. Duke fyer vendin tënd dhe ata që jetojnë këtu, ti fyen veten në radhë të parë. E mos harroni se një pemë pa rënjësh jetë shkurtër. Janë këto fjalët me të cilat Hueda El Sayed mbyll statusin.